نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti falë dhe udhëzim, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira, më të mirën pejgamber, bi Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta në rigjeratat e rregullta të ditëve të hana, ku jemi me fjalët e Zotit subhanahu wa taala dhe domethënien dhe shpjegimin e tyre. Kemi kaluar ajet pas ajeti dhe kemi ngel tek ajeti 144 nga surja Ali Imran. Dhe përmendëm se në shumicën e ajeteve do të marrin kuptimin e përgjithshëm të ajetit, domethënien e përgjithshme me disa prej mësimeve apo sebepeve të cilat kanë qenë shkak për zbritjen e atij ajetit. Mirë po, nëse e shohim që ndonjë ajet ka nevojë që të sqarohet më tepër, sidomos nëse nuk e kemi pas si domethënie në surën Al-Baqara, do të ndalemi pak më tepër. Dhe ky është tani ajeti i radhës, i cili do të ndalemi ta pak më gjatë, sikur që jemi ndal te fjala e Allahut subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, kapuni për litarin e Allahut subhanahu wa taala që të gjithë. Kush duke përcjell me mushaf apo me telefon, pra ajeti 144 nga surja Ali Imran. Do të ndalemi me këtë ajet pak më gjatë. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu, afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet: nuk është Muhamedi alayhi salatu wassalam pos i dërguar, qad khalat min qablihi ar-rusul, edhe para ti ka pas të dërguar. Nëse vdes apo vritet, a do të ktheheni ju nga rruga e tij, pra do ta lini rrugën e tij për të marrë rrugë tjera. Ai i cili e lën rrugën e vet, pra rrugën e drejtë, të cilën ka qenë duke ndjek Muhamedit alayhi salatu wassalam, ai le ta dinë se Allahut nuk i bën zarar, nuk e dëmton Zotin e Madh subhanahu wa taala asgjë. E Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët janë mirënjohës, vazhdues në këtë rrugë, Allahu do t'i shpërblen ata. Do t'i shpërblen falëndëruesit, ata të cilët vazhdojnë me qenë në rrugën e Zotit te bareke ve teala. Ky ajet të ndëruar vëllezër e hapëm në ligjëratën e fundit, ndërsa sot do të vazhdojmë me lejen e Allahut te bareke ve teala. Në këtë ajet thamë do t'i mësojmë disa prej meseleve, disa prej çështjeve më rëndësi, ndoshta ndonjë më të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë me mesazhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam apo me vet Kur'anin e Zotit te bareke ve teala. Të ndëruar vëllezër, ne i besojmë Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pejgamberin alayhi salatu wassalam e kanë pa shokët e vet. Ne nuk e kemi pa, por i besojmë atij. I besojmë dhe për këtë arsye ka thënë alayhi salatu wassalam se më ka marrë malli për ata njerëz të cilët do të më besojnë mua pa më pa. Ka thënë sahabët: o i dërguari i Allahut, a nuk jemi ne ata të cilët jemi vëllezërit e tu? Tha: jo, jeni shokët e mi, e vëllezërit e mi janë ata të cilët besojnë si ju, po nuk më shohin. Tani vëllezër, kur themi ne nuk më shohin, pra ne nuk e shohim Muhamedit sa më nuk e kemi pa. Allahu s'e ka pa asnjëri, edhe i besojmë atij. Andaj tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: ai i cili beson Rahmanit, Allahut pa e pa. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ata cilët në mos pamje edhe pa pamje e besojnë Allahun te bareke ve teala. Mirë, pse i kemi besuar ne pejgamberit alayhi salatu wasallam pa e pa? Sepse domethënia, koncepti, nocioni, përmbajtja e mesazhit pejgamberit alayhi salatu wasalam ka vazhduar edhe me vdekjen e tij. Ai ka vdekur si trup, ka kaluar te Zoti i Madh te bareke ve teala, mirë po mesazhi i tij ka mbet. Ky ajet ka për qëllim rrënjosjen e këtij kuptimi, kësaj domethënie në shpirtat e muslimanëve, që ne duhet të lidhemi, vini re vëllezër, do të bëjmë argumente të ndryshme. Ne duhet të lidhemi për kuptime, domethënie të vërtetës, dhe jo për
bardhësin e të vërtetës. Dhe këta e filluam në gjëratën e kaluar. Që i bie çfarë? Për shembull thot Allahu subhanahu wa taala Kur'an: "Wa ma Muhammedun illa rasulun." Muhamedi sallallahu nuk është tjetër po si dërguar. Çfarë do të thonë zëri dërguar? Ai do të vdes. Andaj më një herë ka vendos Allahu në kusht. Para kësaj ka thënë, para ti ka pasë dërguar. Pite Ademi alayhis salatu wassalam, deri te Isa alayhis salatu wassalam, këtë kanë qenë të dërguar, po ata kanë vdek. Me vdekjen e tyre, a janë ata që është përmbyll profecia? Jo. Vazhdon me kon Musa pejgamber. Mirë, po ka vdek. Po ne besojmë si pejgamber. Andaj thot Allahu te bareke ve teala: "La nufarriqu baina ahadin min rusuli", ju musliman thuni kështu: ne nuk ndajmë asnjë pejgamber për pejgamberin tjetër. Këti besojmë njësoj, se janë pejgamber të Zotit. Ku janë këta pejgamber? Ne nuk i kemi pa, por i besojmë si pejgamber të cilët kanë qenë në dunja. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Nëse vdes ose vritet." Pra nëse vdes Muhamedi alayhis salatu wassalam, apo vritet, e kjo ka zbrit në luftën e Uhudit, a e lini ju rrugën. Dhe kjo vezra e lini ju rrugën ka bërë që kjo ajet ti lidh muslimanët e parë, e normal në deri në kiamet, ata sa të e kuptojnë, që të lidhen me mesazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe jo me trupin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vezër një musliman i mirëfillt, me kuptime të shëndosha, që i beson Allahu dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, duhet lidhet me domethënie, me fjalë. Andaj, sikur që Allahu subhanahu wa taala vezër e ka ndëruar njeriu me mendje, dhe ja ka bërë të qartë rrugën e mirë edhe rrugën e keqe. Allahu subhanahu wa taala për çdo krijim ka vendos ligj. Në të cilin njerëzit jetojnë. Për shembull, kafshët, shtazët, njerëzit kanë një ligj me të cilin ata e rregullojnë jetën e kësaj bote, prej ushqimeve dhe pijeve dhe mënyrës se si ata shumohen dhe se si e ruajnë këtë mbarvajtje të jetës së tyre. Sikur që kemi ligj në botën fizike, kemi edhe ligj në botën e kuptimeve dhe domethënieve. Andaj dhe këtë ajet, në hijen e këtij ajeti do të mësojmë me lenin Allahu te bareke ve teala që si të ndajmë të vërtetën nga e pavërteta dhe të marrim të vërtetat dhe të ndjekim ato, edhe nëse nuk ka dikush që i bart ato. Edhe nëse nuk ka dikush që i bart ato. Allahu subhanahu wa taala ka dërguar të dërguar dhe i ka bërë komunikues të domethënieve të cilat Allahu subhanahu wa taala ka dëshiruar se të i bart tek njerëzit. Kur pejgambert i bartin këtë domethënie, pra ilmi që ka quajmë ne, dija, e bartin këtë dije dhe e komunikojnë këtë dije, kur ta përhapin dijen e mjaftueshme për shpëtimin e njerëzve, Allahu xhelala i merr dhe vdesin. Mu për këtë arsye vëllezër, Allahu subhanahu wa taala në këtë luftë, megjithse shejtani e përdor një aferë, një shpifje për ti trazu shpirtat e muslimanëve dhe vërtet kishe ka vdek dhe është vrarë Muhamedi alayhi salatu wassalam, derisa disa prej sahabeve likshtohen. Atëherë Allahu xhelal bet këtë ajet: "Wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusulu afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum." Thot Allahu subhanahu wa taala, Muhamedi alayhi salam është veç i dërguar. Wa ma, andaj tham sikur shpreha la ilaha illa Allah, edhe këtu ka ardhur: "Wa ma Muhammedun illa rasulun." Muhamedi sa nuk është edhe pos i dërguar. Ai ka një mesazh. Kur përcillet mesazhi, pavarësisht a vdes a vritet, ju duni me vazhduar mesazhin e tij, domethënien e tij, ata me të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka ngarku prej domethënieve. Andaj Zoti i Madh te bareke ve teala vezër ka krijuar njeriu me këtë kapacitet mendor, intelektual, me arsye të shëndosh që të ketë mundësi ta ndanë të mirën nga e keqja, t'i danë domethëniet. Shiko vëllezër, sikur që kemi botën fizike, kemi botën shpirtërore. Sikur që kemi lëndët e ngurta, kemi edhe domethëniet. Në hijen e këtij ajeti do të mësojmë çka është domethënia. Për shembull vëllezër, kemi tavolinën, librin, fletat, mikrofoni, xhamia, janë gjëra konkrete, fizike. Apo e prek letrën, e prek kimishën, e prek dorën. Apo këto janë gjëra fizike. Allahu subhanahu wa taala gjërave fizike ju ka lënë gjëra, edhe këtyre gjërave fizike ju ka lënë domethënie. Ti e kupton se kjo është telefon. Apo
Nëse e marrim dhe largojmë, mirë po, ti e ke kuptu nocionin telefon dhe e ke kuptu e nocionin e kuptimin e telefonit, edhe nëse largojmë telefonin, ti prapë di që ekziston një telefon. Vini re, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shkollën e tij, mesazhin e tij, pejgamberllokun e tij se ka pas gjallë, ka vendos në shpirtat e sahabeve që të jetojnë me domethënien e mesazhit të tij, dhe të ndajnë mes trupit të tij dhe mesazhit të tij. Dhe këta pejgamberi sa me ka bën forma të ndryshme. Andaj ky ajet ka për qëllim ngulitjen në shpirtat e besimtarëve këtë çështje. Wa ma Muhammedun illa rasulun. Muhamedi sa veç I dërguar është. Pra ai është veç bartës I disa prej domethënieve. U përhap ato juve dhe vdes. Dhe ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Andaj ne si krijesa të Zotit te bareke ve teala, të ngarkuara me detyra. Allahu xhelle xhelaluhu për çdo ngarkesë ka bërë ilet, sebeb. Pse jemi të ngarkuar dhe zërne me detyra? Sepse kemi arsye. Kemi mendjen. Jo rastisht hajvani, kafsha nuk është I ngarkuar, sepse nuk ka mendje, nuk mund ta percepton fjalimin. Kjo aftësi, ky kuvet I insanit për ta kuptuar manan e ka bërë të përshtatshëm për ngarkesën e tij me detyra. Por që ti hajvanit nuk mund t'i jepsh detyra, sepse nuk ka aftësinë e kuptimit të mesazhit. A ki qartë? Nuk mundesh mi thonë për shembull kjo është tavolin. Apo nuk mundesh për shembull mi thonë ti hajvani, nëse ti për shembull mrena ushqimit vet, I nxjerr diçka e cila nuk është e ushqimit vet. Ai duhet veç me shqisat fizike me e kuptu se kjo është ushqimi jam, kjo jo. Dërsa njëri nuk e ka ashtu. Njëri për shembull ka mundësi pikë të ushqimit një diçka e vogël ja gërditë dhe se hamo. Dhe to kitë në ushqimi këtë rregull është. Po thot, këtë rregull apo ma prishit diçka, ma bezdisit diçka. Për këtë arsye të ndërruar vëllezër, ne duhet si musliman të ndajmë në mes kuptimeve dhe barzëve të kuptimeve. Në këtë rast, pejgamberi I Zotit alayhi salatu wassalam dhe ata të cilët vinë me bart kuptimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam deri ditë Kiameti. Muslimani duhet të merr domethënjet dhe ta ndan mes barzit edhe këtij I cili po na I tregon këto gjëra. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala vëzër e ka bërë që sa më I madh të jetë intelekti tek insani, aq më e madhe të jetë edhe më e madhe të jetë ngarkesa e tij me ndëshkim. Që do të thonë vëzër çfarë? Njerëzit zakonisht e keni pa kur krenohen që janë të mëshëm. Po nuk I dinin gjë. Dhe sa më shumë që pretendon për mençuri për veten tënde, edhe ndëshkimi më I madh. Edhe ndëshkimi më I madh. Andaj për shembull, Allahu subhanahu wa taala çortimin ndonjëherë I bën pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndoshta që nuk ja bën as të tjerëve, për shkak se tek ai ka prej qartësisë të vërtetës që nuk janë të tjerët. Për shembull Yunusin alayhi salatu wassalam, Allahu xhelal si pejgamber I tij, dërguar I Zotit, e ka gjujt në balenë. Për çfarë arsye vëllazër? Gjë të cilën për X dhe Y mëkate të ngjashme ndoshta edhe më të mëdha, nuk ja ka bë besimtarëve të thjeshtë. Për shembull, vetë është tërheq nga thirrja e Zotit pa e vet Zotin, Allahu xhelal ka bërë që të përfundon balenë. Pastaj ka shpëtuar. Këta ka mundësi nuk ja bëni besimtarit. Për çfarë arsye? Sepse qartësia e të vërtetës tek ky pejgamber, qartësia e domosdoshmërisë me mor izën pi Allahit kur të veprosh diçka te pejgamberi, nuk ka sikur qartësia tek ky njeri tjetër. Andaj, aq më e madhe që është arsyeja, perceptimi I insanit, niveli akademik I tij dhe intelektual, çaq më I ran bëhet ndëshkimi ndaj tij. Domethënë, më shkurt, sa më rrash tash që më dënuar. Apo, andaj për shembull, nivelet e kuptimit vëzër s'kan skaj, edhe kanë të poshtë, apo kanë përpjetën edhe të poshtë. Kur mërin njeriu t'i heket menja, çka ka thënë alayhi salatu wassalam? Rufi al qalam, I ngritet lapsi. I çmenti, ban çka ban, nuk ka argument kundër tina. Nuk marr vesh. Apo e tani fillon njeriu në këtë dunja nuk di shumë gjëra, fillon me mësue. Son. Apo pse Allahu subhanahu wa taala deri në bilik ja ka hek njerit përgjithësinë? Se s'kupton. Ai fillon I thojnë mumejis, I thojnë një periudhës mes lindjes dhe bilikut anë midis një I thojnë mumejis, ki dimi dallu gjërat, por nuk ngarkohet ende. Pse nuk ngarkohet? Sepse nuk e ka arrit bulugh, I thojnë
pika e pjekuris, ku Zoti ka caktuar me shenja që çtu ky mo merr vesh, ky kupton mo. A kupton po? Atëherë, pasi që kupton, tani do të ngarkojmë sheriatikisht. Tani do të, për shembull, me ligjet e njerëzve është 18 e përpjet. Pse 18 e përpjet? Se nër 18 apo i thonë i mitur, nuk ka aftësinë, mund manipulohet, mund të abuzohet me ta, mund të keqpërdoret ai e kështu me radhë. Mirë, nëse i ka 18 do ja ti s'ka mujt me të mashtru dikush. Apo, a nëse dy veta e bojnë një krim, e njëri veç ka këshirë seri, po ka shok me ta, si e trajtojnë, thonë ti i shoqërus. Nëse ndër 18 do të keja manipulum, nëse përmi 18 do të sa i manipulum. Pse? Do t'i ku i bata ment. A nuk e di se do të bo keqki? E kështu me radhë. Njëjtën Islam dhe zërë vetë se nuk o 18, por o relative. Varet kur pjekët, dikush pjekët ma vonë, dikush pjekët ma herë. Por këtë asyjo dhe zërë thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an e surën e Isra, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan. Ne nuk e dënojmë kërkan pa ja qupe nga mberin. Ne nuk e dërgojmë asnjë njeri pa ja dërguar të dërguarin e Zotit. Kjo vlen vëllazër edhe për çfarë? Edhe për mendjen. Që i bie çfarë? Allahu nuk e dënon dikën pa ja qumenën. Apo nuk e dënon dikën nëse ai për shembull del para Zotit, o Zot, unë s'kam dëgjuar. Atë ka transmetimin nga pejgamberi alayhis salam se një varg njerëzit do të kenë arsye për para Zotit. Kanë thënë Allah, unë jam kon i çmend. Nuk e di çka kanë folë njerëzit. Ki ka arsye. Tani kjo çmenduria vëllazër, apo ka mundsi njëri më kanë i mëshëm, do të llogaritet njëri i mëshëm, i ngarkuar sheriatikisht. Por aftësia e kuptimit të tij nuk është aftësia e ulemave, andaj ki mirët në llogarit çat sa ka mujt me kuptuar. Çat sa ka mujt, domethënë vini re kësaj konceptin e të vërtetës me fut në krye. Apo ket hakikat na ka mundsi në dunja nuk e dim, po te Allahu ka mundit ajo. Nëse dikush thot, o Zot, unë për një me se ka morë vesh këtë punë, edhe për një me ka qenë që ashtu Allah nuk e dënon, se nuk e ka morë vesh ka puna. Për këtë asyjo vëzër, vini re, wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalet min qablihi ar-rusulu. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, Muhammed a.s. nuk është qëtër pos i dërguar. Pos i dërguar. Do më thonë, a i vjen e përcjell mesazhin, vdes. Kur vdese, jetë mesazhi pejgamberi nuk është. Andaj na si musliman që thash ta kuptojmë më thjesht. Na i besojmë pejgamberin sa nuk e kemi pa ata. As e kemi prek dorën. Allah na mëson xhenet ya rabbal alamin. Nuk e kemi pa. Çka besojmë na vëllezër? Ta besojmë na. Ne besojmë se ka pejgamberi selam në Medinë, në Mekë dhe Medinë. Ka ekzistuar, ka jetuar 23 vite pejgamber, 63 vite komplet. Ka ndruar jetë, e ka përcjell mesazhin edhe ka ndruar jetë. Na i besojmë që ti mesazhi, që ti pejgamberi i cili me trup nuk është. Apo, pse po më thënë me trup nuk është? Sepse një numër i njerëzve lidhen për trupat e njerëzve. Dhe nuk mund të ndajnë mes trupit dhe kuptimit. Nuk mund të ndajnë mes hoxhës dhe mesazhit, mes dietarit dhe dijes. Apo, dhe normal sa më i zaift kuptimi i njerit, aftësia për kuptuar, aq më shumë lidhet me trupin. Jo rastisht, ata të zot kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e kanë nda këtë punë, atë një konë ma larkë, e kanë pas pak ma fështirë. Sepse ata të kanë qenë pak ma larkë, që jënë bedewit, njërëzit të të konë, edhe ma tranë në tabiat, edhe ma tranë në kuptim, edhe ma larkë me trupa. Ata janë lidhë për madhështinë e pejgamberit sallam, jo për mesazhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çka ka ndodhur kur janë lidhë me trupin e pejgamberit sallam, se ky njeri ka autoritet, ky njeri ka nam, ky njeri ka famë, ky njeri dëgjohet e kështu me radhë, ka hejbetin e pejgamberisë, kur ka vdek trupi, s'kam pas ku mu majt, se s'ka besukin ndër një mana pejgamberisë aso si mesazh i cilin e ka përcjell pejgamberi sallam, andaj kur ka vdek trupi kanë dezertuar. Plot prej nomadëve. Pse? Ka s'ka pejgamber tash. Jo rastisht Abu Bakr Siddiku është ballavaçu me një kabile prej kabileve, të cilët kanë thënë na nuk ja japna zakatin pas të dërguarit Zotit, ai ka vdek ti sta japna. Atëherë Abu Bakr Siddiku i ka luftuar këta njerëz që ta japin zakatin. Për çfarë? Sepse ajo me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është domethënia e zakatit. Obligueshmëria e zakatit nuk bie me vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ta kuptojmë atëherë atë. Të bëjmë disa shembuj që ta kuptojna. Shpesh ndodh njeriu për shembull me punu në për firma të ndryshme. Firma të ndryshme, vende ku ka rregullore. Ka një lloj kushtetuese, ka një lloj rendi ku e kanë caktuar ata. Dhe çka ndodh? Ka mundësi për shembull ndrohet drejtori, ndrohet drejtuesi, menaxheri, ndrohet për shembull
edhe pronari mund të ndrohet. Mirë, po çka nuk ndrohet? Ka nuk disa rregulla. Ja? Për shembull, ti merr se ndu shpirt pak më serioze. Për shembull, ki disa merr shtetin. Se ti shtet, sidomos shtetet e forta. Të sa të kanë vite për shembull të tëra shtet, 700 vjet shtet, 2000 vjet shtet, apo? Dhe te ata ndrohet insani, ndrohet kryetari, ndrohet ministri, ndrohet drejtori, ka mundsi komplet qeveria, bie komplet tjerë vin. Mirë, po çka ndrohet? 1 2 3 4 rregulla. Tani çka kemi këtu? Apo, që merr shumë aeroportet. A mund të ndrohet gjithë ditën drejtori i aeroportit, po rregullat ndrohen. Apo, a nuk mund të thonë për shembull, aeroplanet kanë shku kështu pi sotën e kanë merak ne. Çka ki merak ti nuk vjen kërkush. Ka rregulla të përpikta, të cilat nuk ndryshojnë me ndryshimin e drejtorave. E tani vëzë që ta kuptojna. Ndrohet drejtori. Apo, çka bën ky? Ky veç merr përsipër zbatimin e kësaj çka është rregullore. Apo, merr përsipër zbatimin e kësaj çka është rregullore. Zakonisht çka ndodhet te njerëzit? Thonë, për shembull, mirë, po cila është dallimi mes një drejtori dhe një drejtorit? Zakonisht drejtorat e ri apo njerëzit që dëshirojnë me marr diçka përsipër, zakonisht ata pretendojnë se do ta zbatojnë më mirë rregullën e cila nuk është zbatuar nga pra ai çka do të thonë? Çka do të thonë? Drejtori i ri. Ato thonë domethënjet janë, kuptimet janë, rregullat janë, po kish ka ditë më zbatuar. A ke qartë? Kështu vëzër është edhe shembulli më i lartë, shembulli e Kur'anit dhe shembulli i Zotit Xhelel Xhelalu. Ne i kemi domethënjet. Janë kit çka ka vëzër për të kuptuar feja me ato çdo dy kapakave. Apo. Po pse keni ardhur ders? Se si çelë ka kanë çesi. E ka si çelë kanë mos hap të shtëpia. Kretë kanë. Apo. Mirë po. Çka dallon mes ligjëruesit edhe atij që ka këta të shtëpia? Ibn Qayyim al-Juzeyri rahimahullah në Madarijus Salikin çfarë thotë? Kull huwa Allahu ahad. E ki lexuar edhe ti edhe unë. E ka lexuar edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. E ka lexuar edhe sahabët. Por dallon kur lexon Jibraili, dallon kur lexon pejgamberi alayhi salatu wassalam, dallon kur lexon Abu Bakr as-Siddiku, dallon kur lexon njëri prej sahabive apo tabiinëve, dallon kur lexon Ebu Hanifja, Maliku, Shafiu, Ahmedi, dhe dallon kur lexoj unë edhe ti. Se për ti kul vallahi ka veç 4 ajete. Për ato është komplet gjithë shka që ekziston është e fut që ta kullu Allahu ahad. Thoj Allahu është një. Dhe a i me atë Allahu është një, a i që shumë gjëra ati. Ti thu, po kullu Allahve? Apo njështë kullu Allah? Kullu Allahu ahad. Sure, dua thot, dov. Po për ti o dov. Për to është, për shembull, për ata që koptojnë qëfar dojnë, ka dole se 1/3 e Kuranit që aty. E që shon gjesh 1/3 e Kuranit që aty, me domethënie, me kuptime, me nocione. Apo, për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyet Ubeyn radhiyallahu anhu, ka thënë cila është ajeti më i madh në Kur'an? Ka thënë Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu dhe pejgamberi sa më din më mirë. Pastaj ka thënë kallzom ti. Atëri ka thënë Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ajeti kursi. Apo, si e ka ditë se kjo është ajeti më i madh? Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta gëzosh ilmin ya Abul Mundhir. Ta gëzosh ilmin. Kjo ilmo, kjo dije, pra ti nga kitë ajetet, mi 6.000 ajete, e ke ditë, pra e ke mësue, se ajeti kursi është ma ajeti ma i madhë. Por shkak do me thanjeve që i ka ati të veçanta për Allahun subhanahu wa ta'ala, se në ajeti kursi flitet veç për Zotin. As një dispozit tjetër nuk ka, as një muhabet tjetër nuk ka, as një nxari, as një tregim, as një kurgja, as për pejgamber nuk flitet ati, veç për Allahun. Për këtë arsye vëllezër, muslimani duhet që kur të mëson fejen, kur të mëson dinin e vet, imanin e vet, të mundohet të bartë me anaja të shpirti vet dhe të lidhet për me ana. Sepse kur lidhet për me ana, vëllezër, vazhdo rrugën. E sollëm një shembull në gjërat e kaluar, shkurtimisht ta kujtojmë prapë. Prindi të merr tyje edhe të çon shkollë. Apo të merr baba, nana, edhe thonë, ja, pite shtëpia, çe ku e ke shkollën, çtu të kena regjistruar, edhe ti shkon në shkollë. Rregull? Mirë po, qka tu dash të baba, prindi me bartë e ti në këtë kuptim? A tu dash me të lanë ti vetë me shku në shkollë? Apo? Për këtë arsye vëllezër, njerëzit më të aftë, apo njerëzit që mas mirë ti din me eduku fëmijët e vet, cilët janë ata të cilët i ngarkojnë me domethënie. E leti ai vetë ta kuptoje, po ti një herë ja kallzon. Njerëzit çka bën nga mëshira dhe mshuria dhe emocione, për ditë ja marrin fëmijën njëjtin sen. Kjo është gabimi më i madh.
A dush me lënë ata vetë me bo. Pse? Se du me kuptu jetën që shonë vetë. Jo, andaj për shembull, njerëzve u pezullohen aftësit, fëmijëve ju pezullohen aftësit nga si ja krym baba ke çorbimet. Dhe ai momentin për shembull, shka jetë në një krizë, nuk ka baba, i vdes nana, e tash on krizki, se ki nuk o lidh për rregulla, për domethënie, për kuptime, por o lidh për insanin. Sikur që thamë bedevit janë lidh për trupin e pejgamberit sa kur sa kanë edhe kanë dezertuar. Andaj çka thanë, të merr baba dhe të çon në shkollë. Ideja nuk ka për det me çon në shkollë. Ideja ti ta mësosh rrugën. Andaj një herë të merr që pik këtu, shkon në shkollë, pin shkollë, merr shtëpi. Pin në shtëpi, çon në shkollë, pin shkollë, kthen në shtëpi. Edhe çka do të më bëj tash? E do të më të lën vet pastaj më shkuar. Se baba sa herë. Një ditë s'ka më kanë. Shumë njerëz nuk i kanë baballar, s'u kanë nanat. Andaj çka bajnë? Thotë, unë e di udhësh tash, unë do të shkoj vet. Por këtë arsye vëllezër edhe te feja. Apo, është e vërtetë se dikush do të më ta mësua, se s'është e mundur pa ta mësuar dikush. Nuk mundet. Kjo fe është bart me njerëz. Apo, andaj para kiametit, kur të bartën kuptimet, s'ka s'kumson njeri, s'ka s'ekziston dikush që e bartat me ana, njeri pështon me pak, ama dërsa janë me anat, do të me pështu me shumë, me ditë më shumë. Për këtë arsye, njëra nga metodat më të mira për mësimin e fesë Allahu subhanahu wa taala është të mësohet kuptimi. Domethënia, sepse pejgamberi vdes, hoxha vdes, dietari vdes, ilmi shka ka bardh nuk vdes. Andaj, shiko, gjithmonë dietarët kanë qenë të zellshëm dhe i kanë rënë shumë rëndësi që ta shtridhin maksimum hoxhën e vet, dietarin e vet, t'ia morë atë çka ai e bardh në gjoksin e vet për kuptimeve dhe dijes dhe manave, se ky vdes, t'ia marr kuptimin. Jo rastisht ata kanë qenë të zellshëm të shkruajnë libra. Sepse ai di se pse njerëzit pse Allahu xhelalu ka mundsuar njerëzit me shkruajt libër. Pse ka zbrit libër? Pse mrekullia mu'jizja e fundit e Muhamedit sallallahu është libri? Sepse ai ka me vdek. Ama mu'jizja jetë. Apo, sa prej njerëzve sot nga leximi i këtij mushafit, sa s'mund ta sheh pejgamberin alayhis salam, ka vdek. Ti mundesh me shkuë, apo edhe ti shkon në Medinë e viziton varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo, dhe shpesh njerëzit jo me tendencë, pa qëllim, thonë e vizitova pejgamberin alayhis salam. E ke vizituar varrin e pejgamberit alayhis salam. Sepse me vizitu pejgamberin del për të kjo fjali, i vjen me taku ata, të se ke taku ata, e ke vizitu varrin. Mirë. Kur ne i thojmë një pabesimtarit, besoj e pejgamberin alayhis salam. Nëse thot ku ai, ka vdek. Çish ti besoj, ku ka vdek ai? Në të vjen të më kallëzohet që pejgamber. Jo. Mirë, çesaj zbrastire. Çka duhet na më i vënu për me jamush? Po të bëjmë pejgamber tash. Do shoku jota ti besoj. Çesaj zbrastire, me çfarë e mushmi? A çka? Mrekullia e tij, mu'jizja e tij, domethënjet e tij. Kana khuluquhu al-Quran. E kanë thënë Aisha radhiyallahu anha, ka thënë, na e përshkruaj pejgamberi alayhis salam, ka thënë karakteri i tij, morali i tij, pra komplet ai çka ka qenë që ka punu me Kur'an. Apo, andaj edhe njëra prej metodave që ka përmend Abdulrahman al-Muallimi rahimahullahu taala, është se njerëzit nuk dinë shumë i pa detalet e argumenteve. Jo rastisht shumica njerëz nuk janë ulema. E pakicë njerëz bën dietar. Nëse po folmi në gjë normale, se tani për shembull ka plot ulema. Po për shembull në gjë normale janë pak ulema. Pak, shumë pakicë e madhe. Pakicë e vogël. Nga tërësia e madhe. Pse o vëllazër? Se ka detale shumë. Ka kuptime shumë dhe kur ngarkohet, ai pastaj nuk mundet mi nda ato. E mi ngjit ka shumë sirete, apo? E mirë. Abdulrahman al-Muallimi rahimahullah thot, po pse bedewit edhe njerëz të cilët s'kishin shumë intelekt e besuan pejgamberin alayhis salam, a ka marrë doni bedevi me thon, që ajeti që ka në këtë sure u binda. Kur asnjë bedevi s'ka thënë kështu. Cili njeri ka thënë prej nomadëve, prej endacakëve të shkretinave, mbas të ajetit surës Al-Baqara 114, mbas të ajetit surës Imran 144, mbas të surës Qaf, s'ka kështu. Çisho binda që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber kur e ka pa atë. Andaj Allahu u aletson njerëzve nga mëshira e vet, nga butësia e vet. U shkurton rrugtimin e argumenteve me çfarë? Me bardhsin e argumenteve. Thotë çka këshira, këtë çuki ka argumente. Ti kur është të mishrum, këtë domethënie të të mirave të një njeri, apo njëjtë edhe pastaj vazhdon me dietar.
Njëjtë edhe, pastaj vazhdon me dietar. Jo rastisht njerëzit për dietarin kanë perceptim të lartë. Që ky njeri, apo njëra prej argumenteve, jo prej dyshimeve që arabët Quraysh si kanë besuar pejgamberit alayhis salam, si ka qenë vëllazër? Ha? Wa ma li hadha ar-rasul yamshi fi al-aswaq. Ka thënë se ky pejgamber del në pazar. Ha? Janë çudit pse ha buk? Janë çudit pse del në pazar? Pse o vëllazër ka ndodhur kjo? Se ata e kanë menduar se ai i cili vjen me të vërtetën e Zotit, ai s'duhet të jetë asnjë njeri që del në pazar. Zotëri me ong buk. Ai ka lip me lek. Apo dhe kjo shybe vazhdon të njerëzit për dietar dhe xhallar. Çka thot? Apo unë ku menu se me laçe okay. Edhe pastaj mirë. Ki menu se me laçe, ki zbulu se sa me laçe. Çka bën njerëzit? Në vend se nga me laçllëki prin me lek, me zbrit njeri, ja njerëz nuk din mes. Çka thot? As kana me laçe apo shejtan kana. Jo. Allahu xhelala ka mësuar nëpërmjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam njerëzimin që pejgamberi ja ec në pazar. Pse ka ec në pazar? Që t'ju kallëzoje se unë kam një mesazh, a për vet jam njeri. Aghdhabu kama taghdhabun. Ka thonë nervozona çish nervozoni ju. Unë harroj çish harroni ju. Kur ka gabuar namaz, kanë thonë sahabët ja u shkurtu namazet çau bo. Edhe vazhdim, kur e ka vërtetuar që ashtu ka thonë ka dalë. Po kam harru. Unë harroj si ju. Apo, e ka ardhur hadith, unë nuk harroj, po më mundson Zoti me harru që ta mirëni për shembull, që të mirëni për irnak. A mund të para mendu kur mos pas harru diçka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? E tash për shembull njëri bineve habitet namaz vend se me fal sabahin 3 e fal 2 e fal 3. Vend se me fal drekën 4 e fal 5, 6. Çish më apo? Kemi sunet që ai kur çka bë? Para mendoj kur mos kish gabu, apo mos ja kish mundsu Allahu xhela me gabu, nuk do ta kish më pas mundsinë me di çish me plotsu ket mangësi tek neve. Për këtë arsye vëzër, Allahu subhanahu wa taala ka vendos në kuptimet e ajeteve dhe shprehjet ajeteve për domethënieve dhe kuptimet, nocioneve dhe ideve të vërtetës me të cilën Allahu subhanahu wa taala vazhdon deri në ditë kiametit mua përcjell njerëzve të vërtetat. Megjithëse pejgamberi nuk është. Mirë, nëse do të dikush, nëse është e njëjta e vërtetë, të cilën e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe e njëjta përcillet deri sot, pse efekti nuk është i njëjti? Dikush thot, çato hadithe që i kallzonit pejgamberit sa, a janë të njëjtat ai që i ka thënë, po njëjtë, citat për citati. Pse nuk e ka efektin që kur e ka thënë ai kur pethuti, se pethamune. Çish është pethamune? Domethënë, nuk është e njëjta hejbetin, respektin, nderin, ismën, mbrojtjen nga gabimi që e ka pas pejgamberi alayhis salam, dhe kur e ka thonë një fjali, merr thuje ti të njëjtën, por nuk e ka efektin e njëjtë. Për çfarë arsye? Se me automatizëm, pra natyrshëm, kur ta merr njëri të vërtetën dhe e barte ena e vet, të trupi i vet, fillon mu dopsue efekti. Se ka rënë në ndopt. Apo sa prej gjërave, apo këto që kam mirën me bio, zakonisht i përdorin këto gjëra. Do në jarë i përbolizojnë, po disa prej gjëra janë të vërteta. Thot, mos e përdor mjaltin me enë të hekurit, mos e përdor lugën e hekurit, po këshin e tjetë gjam, e tjetë qelq. Për çfarë arsye? Thot se ja humb efektin. Ja ngren ajo efektin. Apo ando. Për shembull, a përmendëm ti ujin kur e pi me një gotë të mirë, të pastër, pak me kone e për libe, gërditësh. I njëti ujo, ama ti gërditësh. Apo, andaj thamë për shemë njëri ndo një herë, nëse është pak ma me finesa, me holsina, apo, që ka i dhe nëna pak ma i lastun, ma i lasdrum, ka mundësi edhe i ka ma detalj të këto. Pastroje mirë, pastroje, e nuk e du. I ka të shpia, i gotat të veta, enë të veta, luk të veta. Pse? E njëta gjello, e njëta buko, po ki thot enën ku du me mavnu, du mu konë shumë e pastër. Dhe kjo o relative mesin e njerëzve. Vim të e vërteta dhe zërë. Shumë prej ajeteve, haditheve, ato janë të vërteta, që shtu që janë. Por komunikusi, sa vepronaj me ata, sa është i përkushtum dhe jasaj, sa aj ka kredibilitet, ka mbushës, është i mbushër me e thonë ata, qa që dhe i mirët fjala. Andaj pejgamberit alayhis salatu wasallam nuk ishte diskutu fjala. Kjo është për shkak Allahu që e ka bërë këtë. Mas ati kërkan nuk e bën. Apo, a në njëra prej argumenteve që i sjell Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala, se sahabët e kanë bërë gabime,
Kanë bërë gabime individualisht. Pse kanë bërë? Khulefata kanë bërë gabime, dhe ata mirë be kanë përmirësuar njëri me tjetrin. Njëri prej argumenteve që e bën Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, thotë pse kanë bërë gabime? Se s'janë pejgamber. Ishin kon ortak me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Apo, dhe vëllezër vini re sot te na shumë për njerëzve ai nuk ja pohon atij hoxhës vet apo atij irnekit vet pa gabimin me fjalë, po ja pohon me hall. Por çem ti më thon pas ka gabu që to hoxha jot e ban kiametin. Pse ban kiametin? Sepse në kryen e vet e ka një autoritet i cili zgabon. A i dini pse? Se kim me qiket syret ka pranu me ndjek që atë moment që i mirët kjo syret kjo me ana apo kjo hale kjo madhështie e kryu me në kryje ki thot unë zgudzoj me a heket këtë madhështi së më posa nuk e ndjek e këtë. A kupton pse njerëzit janë shumë fanatik ndaj njerëzve. Dhe kjo dhe zë gjatë gjithë historisë ka egzistue. Nëse njerëzit nuk kanë autoritet me të vërtet autoritete që meritojnë me qenë autoritete, njerëzit e shpikin një autoritet. Andaj s'kan histori që njerëzit s'kan pas dikan që e imitojnë. Nuk kanë histori. Andaj njeri vëzër nuk ka dëniher që s'ka adhuru dikan, veç dallime cili është i adhurumi. Nuk mund është me gjithë që këtë periud të historisë njësë kërkanë se kanë adhuru. S'ka. A kanë adhuru zotin, a dikan tjetër a e mesele. Kanë adhuru shejtan, kanë adhuru puta, kanë adhuru njerëzit, ligje, kështu më radhë, a e mesele tjetër. Me adhuru dikan pa tjetër e kanë adhuru. Për këtë arsye vëzër, ti shef njerëzit për shembull. Ti thu me tanën për shembull. Çish mundën me njerëz për shembull me shku një këngëtarit mas. 20.000 vete i rinë ftoftat e ndjekin. Sepse njerëzit janë mësuar me pas një medal aty. Andaj në Islam është e legjitimuar kjo se natyrë pastër është. Inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi. Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, imami është caktuar që të shkohet pas. Dhe ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të kundërshtohet ai të çojë lëvizje të vogla. Mos i paraprini imamit. Pse? Ai është imam. Vini re tani vëllezër. Nëse në natyrat e njerëzve është e natyrshme, e krijuar me xhibille, çështu Zoti na ka formuar që ne të jemi të bëm hazër me shku mas dikujna. Atëra kjo punë është e kryme, veç ta këshirë kanë për ndjekla. Ti e gjenë për shimë vëllezër. Apo, shpashar na kemi diskutuar. Jo për t'ju bo hasha vë kellen. Nga se gjithmonë njerëzit, aja ahmaki kujton si ti folë me gjuhën e tina. Njerëzit e dunjas, thotë Ebu Hamid el Ghazali, njerëzit e dunjas nuk mundën me paramenu se dikush nuk flet me rregullat e tëne. Apo, ti për shimë dhe me ja ofendu pazarin edhe me ja bullizue atë dhënjën e shumë ndaj dunjasat, po për pare e ki edhe ti. Saj nuk mund të paramenon në krynë e vetë se dikush vepron pa pare. Së mundë me paramendu. Në regull, a nuk e çuditshme me lezër për shumë, qish mundë në dhëtë me njerëzi me një budan TikTok? Çuditësh. Allah, po kisë sa ta manë, be. Po nuk ka ta manë, mo që. Sepse njerëzit nuk mundën me nejtë pa e ngudi kanë. Apo, nuk mundën me. Nëse nuk je ligjerat, 100% e ngudi kanë tjetër. Nëse nuk je të umor ilm, 100% të umor diçka tjetër. Nuk mundesh me më thonë dikush mua, unë në ders nuk shkova, ma kur gja nuk bana. Ja i tuk shirë televizor, ja futbal, ja muzik, ja film, ja qajtore, ja i te lujt Ebu Hanifën në qajtore, ja i te maru e kështë Shafia ka ardhë në shkup. Njënën për diçka i du bo. Pse vëzër? Gjipille. Qështu Zotin e ka kriju. Allah nuk mundet me hek ta kërkush vëzër. Andaj i lumja i cili i shkon për nga mbarve pas. E të parin për Muhammedin a.s. Njerëzit vëllezër pa tjetër me pas një të ndjekur. Andaj ditën e kiametit kanë mua ankue se na i kena shku mas sadatana wa kubara'ana. Ne kena pas të mëdhejt. Apo ato sigur i thonë Zotit, o Zot, po dënoj këto. Po ti dënoj faraonin. Po çka kanë fajun? Idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adhab. Kur të vinë ndjekësit dhe ndjekësit, i ndjekuri dhe ndjekësi, dhe fillojnë më përlan ahiret. Këta të cilët janë konë të ndjekë, thot, i klargoj për mua. Të thëmë, ka da më se këna arë mas juve. Allahu gjashar thot, coptohen tash. Sa herë që hinë një grupë në gjenem, lanet u këtehe, e malkonat para prakën. Sepse vëzë njerëzit qështu janë kryu me ndjek njëri tjetërin, nuk rinë pa dikan. Andaj ti përshemë që ditë shtu, qësh dali me 200.000 njerëz e ndjekin njëri, e ndjekin vëzë, pa tjetër, nëse s'ka model tjetër, kanë me shku qaj opcioni mund që më qka. Qaj opcioni mund që më qka është. S'munët, dikush e paramendo kështu thot, a di qka?
kam i folën e keq këtina për çket njeri, ki 100% kam jo se le. Sa i min një herë, natyrisht më thon, opcion tjetër, alternativ. Jo, një herë s'ka alternativ. S'ka alternativ. Unë ri çto. Gjithmonë islam andaj vëzë shiko. Derisa s'kan qenë të përgatitur nefset e sahabeve për alternativën më të mirë, si u ka zbrit ata në atë keqen. Për shembull, nuk ja ka ndalu Zoti alkoolin derisa janë qenë të hazër për me marrë këtë tjetër. Nuk ja u ka zbrit Allahu xhan një fars, vetëse rrethonat, nefsët, shpirtat, mendjet janë pjek hazër për me marrë. Pse? Po ti mundesh me zbrit, po nuk e marr. Thot Aisha radhiyallahu anha, se kanë thënë Imam Buhariu. Me pas zbrit fillim, mos pini raki kur kush se kish nal. Pse? Sa i hazër ai. Keni pa shumë njerëz që thot, "Apo unë ja kallzova ajetin thot se merr." Ja kallzova thot unë të vërtetën nuk e merr. Po sa hazër vallai. Nuk e marrumaj. Apo thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, shumica e njerëzve sillen të rrethi i thënë mafdul. Ta ajo çka është e mirë, por nuk është më e mira. Pak janë njerëz që e mrin më të mirën. Apo pak janë njerëz të cilët e mrin më të mirën. Një numër i madh i njerëzve rrinte, apo ka ardhur Bedeviu i ka thënë pejgamberit alayhi salatu selam, kallzomi farzët. 5 vak, agjërim një muj, zeqasit kish me dhon, haxhi si kish mundsi. Si se ka zgjat hiç. Shko. Nuk do me një ajtë tjetër. Kësa i thënë një mesatare. Për këtë arsye vëllezër, pak për njerëzve lidhen për domethënie. Shumica e njerëzve lidhen për njerëzi. Qysh lidhen për njerëzi? Për shembull, ta kallzon hoxha që ka kiti preferencë një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, ose një kuptim. Njëjtën germ për germ, me shkron për shkronjë, njëjtën, e dëgjon nga një hoxh të cilën ti nuk ta do lukthi. Dhe ti ki me gjetë vetë-vetën tare, sidomos se nuk e gatu për me nda të vërtetën mes vërtet si vërtet me fjalë dhe folsit, dhe ati cili e bartë ata. Ki me gjetë ti kitë qka nuk ta ban luksi, ki me thonë, që kja hadith Musa vë daif, zaif Musa, nështë asaj i sakt. Gjëja e parë që shkëndërmen pëse? Sepse barësi që atë ta kallzue, ti për shkak se ki ndaj ti mos pëlqim, apo neveri, apo ndoshta edhe ki urrejtje, sikur që plot me njerëzve shkojnë deri në skaj, çfarë ndodh? Sa çashtu. Dhe kjo na ndodh neve shpesh vëllazër. Vjen njëri thot, "Ma kallzoi njëri një hadith, ama s'ma merr me një hadith." Jo, bëhet edhe pyet edhe Buhari. Tu di aty kam një herë. Pin xhamat në Alimcen. O dhoni herë, ja vet, ja mos jep hukum. Thuaj, a është hadith a nuk është? Mos thuaj, "Ma merr me një që nuk ka hadith." Pse nuk ta merr? Zakonisht, pse na përgjigja? Ama ma kallzoi filani, unë nuk I besoj atina. Vini rej, që të ma probleme dhe zë. Qëka nëse të ka kallzua jetë? Qëka nëse të ka kallzua hadith të vërtet për nga me samë? Dhe këna ka ndodhë shpesh dhe zë. Njeri hin ban polemika në për TikTok, ban kujdi që ka ban, e pastaj në polemike si për kundërshtari e zënë me hadith. I thot, që e hadithi për nga merit a.s. Me gjithë se kundërshtari e keq përdor hadithin dhe keq interpreton, ky nga pamundësia me e prun interpretim të sakt, që ka thot, sa hadith kjo. Pas I thu, pse ki me honu hadithin? Po tha mazuni kryen. Po se ta ka zonë kryen tije, a ki me honu hadithin a? Hadith që I Bukhari. O që ishbe hadithot që kjo? Për këtë arsye vëllezër, I gjenë, ka shumë shembuj, se njerëzit janë të lidhë me njerëzi. Jo rastësisht pejgamberi alayhi salatu wassalam I tha Abu Hurairës, kur ja pruni lajmin e shejtanit, tha, lexoj ajetin Kursiu dhe nuk të nguci. Tash zakonisht na kemi thënë, kur thot hajduti, kur të folë hajduti për mos me vedh, ti thu kina I shpisot e ka në cak 100%. A çka që është menja? Ebu Hurajrës kur I ka thënë iblisi, shejtani ka thënë, lexoj ajetin Kursiu dhe nuk të nguci. Normal, ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë pejgamberi alayhi salatu, vini re ç'kjo vëzër. Sadaqaka wa huwa kadhub. Çashtu Ebu Hurajra. Çashtu. Ajeti Kursiu është sebeb për me të mbrojtë Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse ta ka thënë shejtani I cili rracak, nëse mrin njeriu vëllezër, në çiket filter, në çiket dallim, që gjërat I dallon mes asaj çka u tha, dhe atij I cili e tha, shpëton te Allahu subhanahu wa taala. Ai I cili e tha dhe atë çka e tha. Për këtë arsye Allahu shpesh në Kur'an neve na thirr për me qenë dëshmitar qoftë edhe ndaj baballarëve tonë. Për kundër baballarëve tuaj, kundër akrabave tuaj, wala ala anfusikum. Qoftë edhe kundër vetes juve. Pse? Sepse ti dush me dallu mes tije edhe kujna
dhe të vërtetës. Apo, vërtetës. Për këtë arsye vëllezër, njëra prej domethënieve të këtij ajeti, cila është ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, që të dallojmë mes mesazhit pejgamberit alayhis salam dhe vet trupit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e dytë vëllezër, cila është se kuptimet dhe domethëniet i krijon Allahu subhanahu wa taala. I krijon Allahu subhanahu wa taala. Dhe të vërtetat janë qëndësishme. Janë qëndësishme, sikur që janë qëndësishme edhe qenjet fizike. Apo, sikur që çdo gjë ka një fillim krijimit, njëjtë edhe domethëniet. Njëjtë edhe domethëniet. Por këtë arsye vëllezër, sikur që kemi mësuar gjërat fizike, është mirë të mësojmë edhe gjërat abstrakte, kuptimet. Këto kuptime vëllezër, prej ku burojnë prej Zotit Madh te bareke ve teala. Apo, burojnë, por njëri prej emrave të Allahut është El-Haq, i vërteti. Sepse çdo e vërtet buron prej tij. Çka ka e vërtet është prej tij. Andaj çdo mohim vini reksa vëllezër. Edhe pse njëri nuk ngarkohet sheriatikisht, por në realitet është ashtu. Andaj për shembull vëllezër, sa për njerëzve i ndajnë gjërat me kallupe. Me kallupe, apo. Për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabët që nuk ka të vërtetë, qoftë tha jehudia, qoftë krishterë, qoftë iblisi, ajo është e vërtetë. Ajo është e vërtetë. Për shembull ne kemi në Kur'an, shpeshherë ka thonë një fjalë një kafir, Allah thotë çështo. Ani se ka thonë, ai është kafir, mo fjala e vërtetë. Për këtë arsye vëllezër, vini rretash, edhe pse smirësh ngarkesë sheriatike, përveç se ki qartë. Çdo mohim i të vërtetës është pjesërisht tërthorazi apo drejt për drejt mohim i një të vërtetës të Zotit xhelel xhelal. Edhe një herë, këtë të vërtetat burojnë pi Allahut, sa ajo është hak. Çka mujna mi thon diçka e vërtet, hak, ajo është pi Allahit. Çka batil, ajo s'ekziston, ajo rren. Mirë. Nëse njeriu vëllezër e mohon një të vërtetë për shkak se pëlqen enën pi kajkar, folsi pi kajkar, njëri pa kajkar. A ka ki problem me këtë njerin, ata që ka dojë problem me Allahin, ka dojë problem me Allahin. Se kjo i vërteta i ka ardhë në syrat të huj, ama jo është e vërtet. Andaj për shemë Sheikhul Islam Taymija rahimahullahu teala në kur flet për zilije, hasedin. Dhe më Qayyim el-Juzeyri ka të folë këtu edhe ndoshta edhe më tepër. Sheikhul Islam Taymija rahimahullahu thot, ai i cili ka zili ndaj të mirës të Zotit, e cila e mirë e Zotit është e vënume të filani, në kalop të filanit. Ja ka da Zotin një shpi dikujt, një shkollë dikujt, një mirësi dikujt, një autoritet dikujt, një pasuri dikujt. Dhe kjo është e mirë e Zotit të ajë. Çka ndohë për ziliqarit? Tash ziliqari së ndel drejt për drejt me thonë, o Allah, gabim. Të gabimit ja thonë filanit. A keni një ziliqar të thonë, kish gabu Allah i filanit ja kish thonë 1 milion euro. Ska, që shtu s'fol kërkush. Qish thot e meri nati kalopin, enën. Andaj dhe që i khlusam të mje, në realitet ziliqari me Allahin ka problem. Sa aja ka thonë, që ta kuptojnë ma thjeshtë dhe zërë. Por shembull, baba i ka vladet e vetë, ka 3 fëmijë, 5 fëmijë, edhe ju jep pare. Njëri ja jep 500 denar, njëri jep 300 denar, njëri jep 100 denar. Edhe tash kish ka i morë 100, e ka zilishke që i ka morë 200. Kish e i ka morë 200, e ka zilike që i ka morë 500. Mirë po për shkak autoritetit të babës, këto së një thëjnë babës të ka bëjmë të, që shtu njëni 500, njëni 200, njëni 100. Qka banë? Rokën me ketë. Apo, munohen me amor këti që i ka 500. Ama qka i themi na, ti që i neutral? E ti thu, po ti ka dalë baj, kush i ka dalë këta? Baba. Po nëse o gabim, a i ka në i pari gabim tarë. A e kuptohë dhe zë? Kur Zotë i jep dikuj në pare, i jep mirësi, i jep shëndet, pavarësisht a musliman e jo musliman, i jep pushtet, i jep fuqi, e sprovon, e teston. Nëse te ki zili, ti staban, apo, ti në realitet, qka jetu thonë nëse e zbërthejna, me ma ana? O Allah, gabim. Gabim. E a ka të Allah gabim? Jo. Andë dhe zër, Saidi ibn Gjubejre kam pyet, a e ki zili dikan? Ka thonë, kërkan dunja. Hiq, qafir kofë, musliman kofë. Pse? Ka thonë, nësa i gjenet live, Allah në bofitën ja Rabbal Alamin, ka thonë, qysh me pas zili njërë gjenetit? E më Allah musliman. Unë që ati du me hi edhe une. Qysh ta kam zili një gjenet li?
Ka thonë, po si tjetë gjenem li, që kam punën e me ta? Njësit janë qëto, vëzër, ja gjenet li, ja gjenem li. Me asë njëni nuk dhëtë me talë punë. Pse? Sepse të dytë Zoti madhë të bare kjo të o i ka bekatu, i ka sprovue. Andaj për nga mërë a.s. edhe kur e shifte, apo e shete dikush dhe një të sprovum, qka thonte? Thonte thuni, elhamdulillahi ledhi afana, min më pëtëla. Zoti, elhamdulillah, që Allahu nuk në ka sprovu me këtë që ka sprovu këtë. Për këtë asyë dhezër, gjëja e parë që do kaptojmë cila o dhezër, është se si do me thanjet, si gjërat fizike, edhe do me thanjet kanë një burim. Njëri ju dhezër shpesher kur i kombinon fjalt, mendon se ka pru diçka tre. Si ligjarata, si libri, si kombinimi ilmit, si kombinimi ilmit. Por shemë dhezër, me hec treni, me hec vetura, me hec anija, me fluturu aeroplani. Apo këto janë gjëra treja, përveç anijës. Këtë janë treja. Zakonisht i ka zbulu shkenca, i kanë zbulu njerëz të meqëm e kështu me radhë. Në realitet njerëz të meqëm kanë kombinu. Na mujna mi thonë zbulim, apo të ne zulen, hajde për të shku me konceptet. Mirë po në thelb, ajo është mbledhje. Çka ka bëj? Çka ka bëj? Ka kombinu nga krijimi i Zotit dhe ka bëj aeroplanin. Fluturimi ka ekzistu para se me fluturue aeroplani. Ka fluturue zogi. Apo andaj Allahu subhanahu wa taala ka përmend zogin në Kur'an. As-Saffat, të cilat fluturojnë. Mirë. A keni pat, sigurisht është në YouTube në dokumentare, shihni atë tabelën e madhe të pilotit. E zakonisht normal njerëzit na kanë rrit neve me ata, apo mu bon pilot dhe me punë e madhe. Tash normal e kemi kuptuar se është pak më e thjeshtë se sa e kanë përshkruajtur. Mirë, po njerëzit çaç kanë ditë, çash nuk kanë fol. Pilot dhe me se një më i madh ndonjëse me hip lart. A e shihni atë tabelën çat shumë ka aty komplikime. E shtyp këtë, trus këtë, largon këtë e kështu me radhë. Për me nis fluturimi. Këtë këto komplikime që duhet mi bëhe, zogi ka hazër. Ja nuk shtyp kur gjao. Vetë fluturon. Çka i bie edhe se domethënia e fluturimit, domethënia e udhëtimit, domethënia e materiës ka ekzistu. Çka kanë bashkën star? Ka mbledh, ka hip me aeroplanin. Njëri të vëzër edhe me kuptimet. Njëri nuk mundet me kriju kuptime. I mbledh ato edhe pastaj i kombinon ato. Apo i mbledh ato edhe i kombinon ato. Andaj sikur që janë të krijuara gjërat fizike, njëjtë janë të krijuara edhe domethënia. Gjëja tjetër, mësimet që kanë zgjedhur dietarët tek wa Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Nuk është Muhamedi tjetër pas i dërguar, edhe para tij ka pas të dërguar. Gjëja që duhet ta kuptojmë cila vëllezër është se njerëzit dhe pejgamberët e Zotit alayhimus salatu wassalam me popujt e tyre gjithmonë janë kundërshtuar në domethënien e gjërave dhe kuptimet e të vërtetave me atë se a është e vërteta në shumë apo aty ku është. Për shembull, shumica e pejgamberëve kanë pas hasmëri me turmat e njerëzve, grumull i madh i njerëzve. Dhe pse kanë pas këta probleme dhe zër? Se njeriu gjen ngrohtësi kur ka shumë. Ka shumë. Për shembull dhe zër, çdo sen që ka trend i ri, ai pari që ka e ban duket pak si budall. Apo që e bën nëse be, për shembull diçka jashtëzakonshme, shabone me ki. I shkon në një tjetër, në njëri tjetër, aty të parit destabilizohet pak. Vin tjetri 10, 20, 30, 40, kur të bëhet këtë qyteti, shko ti me atë parë që ka kon, po imi normal ti. Ti mos ani jetë, jo normal, këta jesë normal. Kështu krijon trendet. Vjen dikush edhe i bin njerëz dhe shkojnë çashtu. Mirë, po a ndryshojnë gjërat realitet? Jo. Andaj ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadith: "Ma min mawludin illa yuladu ala al-fitra, fa abawahu yuhawidani aw yunassiranihi aw yumajjisani." Çdo fosh një lind natyrë të pastër. Çka është natyrë të pastër? Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, i përgatitur për të njohur gjërat që janë. Nuk lind Islam. Lind i gatshëm, i gatum, i destinum për të njohur gjërat që janë. Çka i del problemi i parë? Cili del problemi i parë? Fa abawahu. Problemi i parë është baba edhe nana e vet. Sepse autoritetet e para që ai shef është baba e nana. Apo vini rreth. Çi këta duhet me të kalu se lipi neve. Sidomos në moshën e pjekurisë ku fillojmë u pjek. Apo ti për shembull nuk ki zgjidhje tjetër
derisa i e fëmijë edhe i e moshën para biligut, pos mi marë të vërtetat apo gjërat qashtu që shtu jep prindi, se s'ki zgjidhje tjetër. Apo të ka thonë prindi gota o got, ka met got. Të ka thonë prindi laps jo laps, ka met laps. Andaj për shembull, ta kuptosh këta. Nëse prindi për shembull i thot fëmijës diçka te shtëpia, se ç'kjo ç'shtu, delaj në rrugë, i thot një i rrugës thot nuk ka ç'ashtu. Ky më njëherë thot ka dale. Baba nana janë më të mëdhoj, ato e dinë më mirë. Tani, në shumicat e rasteve, çka ndodh vëllezër? Shumicat e rasteve. Por shkak se autoriteti prind, bab dhe nana i fort, ndikimi i fort. Çka tha Allahu sallallahu alaihi wasallam? Fa abawahu yuhawidani. Baba dhe nana e bën jehudi. Baba dhe nana ju nasiranihi e bën krishter. Wa yumajjisanihi edhe e bën mejus. E pastaj e tjerë për çka do që gjithmonë që shpikën një fe, pastaj mund ta më thonë që e bën këta dhe këta dhe këta. Pse o vëllezër? Sepse te fëmia tash vijnë disa gjëra. Ai del në dunja pastër, fletë pastër. I pari që shkruan te fleta e bardh te vladi vet, e fletë e bardha o baba i vet. O baba i vet. A dhe i thot, që kjo qështu, që kjo është qështu, që kjo është qështu. Andaj pse për shembull njeriu kur nuk mund ta te i kalon gjuhën e nanës vet, sepse ajo është gravitur tek ai. Për shembull, shiko këtu ka shkronja, apo kanë hinë letër. Cila më e lehtë? Me hi me fshin që këta këtë zezën, edhe me shkuj diçka tjetër, a dikush për shembull më thot, a ta bini fletë tre se shumë zora valla. Ja kime për shkollin, ja kime çorodit këtu. Ti thu, e kam një lloj, një gomë qështu, një fshirës qështu. O, kime shkarravit këtë, kime shkërmosh këtë. Çka me vo? Ma e lehtë o një fletë e re. Apo një fletë e re. Pi që ti kandit kanë thonë plot mi musliman dhe bidati o i fështirë. E gjuna jo. Pse? Sepse merët si e mirëqen dhe e vërtet. Dhe pasaj ti kur t'ja bisht vërtetën, ai përplasët me sistemin mendor të atina. O bu nuk ka veç qështu kjo bunoti. Sa i sistemi mendori a qëtë ndryshe. Apo? E tash, shiko dhe zërë, Allahu subhanahu wa ta'ala njëri ka kryuë me i njotë vërtet e shështu që shërë. Presioni i parë, mësusi i parë, i vjen kush? Baba dhe nana. Baba dhe nana. E tani, ato është një met i madhë me pas nana dhe babën musliman. E në nuk kanë janë nuk e kuptojnë dhe zërë, që ti baba dhe nana të ka prunë gjami. S'ki ideje sa qëfar dobija ka. A disa shumë ta ka letue. Shumë njerëzit e konvertuam në islam. Shumë ka pranuar islamin 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet. Dhe ajo është rrit me kuptime, ai këtë fletat i ka ndryshe, ai ka një lapsi ndryshe ka shkruajt atina. Ka gravituar ti mënera, e ka gdhen nguri. Dhe tash ai munohet me luftu vetes në islam, çu ashtu e s'ka ashtu, ama ka luftë me veten. Apo, para në njëri 40 vjet për shembull me një xhami. Ai mundet Allahu kur jep udhëzimin në rregull, e letohet njerit. O sa let e kiti që për fillim të kapruhe. Sa let e kiti që për fillim të kapruhe në islam. Për kësë për shemë tabinë e dhe zërë, që kanë linë në islam. Apo, s'kanë mu e paramenu për shemë që shqipja pa islam. S'kanë mu paramenu kër e kanë pat. Andaj për shemë ti e gjenë njëra prej problematikeve më të mloja që ka linë tek disa prej generatave, tabinëve, tabinëve, cila ka qenë dhe zërë. Për shemë sa ta shumë pak kanë folë për lansin e namazit. Që na e gjena, sahabët kanë folë për lancin e namazit. Ose ka pas dikur që ka thënë ja Rasulullah, a ban me një islam, suni fali 5 vakt. 2 vakta mund i fal. Çka transmetoi Imam Ahmedi në musnedin e tij. Dhe ka leju pejgamberi alayhis salam. Atje ka thënë s'du me dhënë sadaka, atje s'du me dhënë luftë. Atje ka pas kësi kërkesa. Te tabiin so para menu kjo. Ata ti e gjen për shembull se çka kanë thënë me këto për lancin e namazit, shumë pak kanë folë valla. Pse? S'ka kanë para menu, pse cili sfalet apo? O çelën te na sfalet, që na për shembull, a mund të para nuk çrov, për shembull. Ju jeni 10 vëllezër musliman, 10 dosta musliman. Jemi në xhamat 50 veta. Asnjëri nuk ka problem me namazin. A mund të para menu tash për shembull, këtë shoqëri, për shembull, që namazin është i padiskutueshëm, tash njëri më thon, po ai çka sfalet me na neve. Po me na neve s'ka që sfalet, nëse punë për çfarë kanë, po, çto kit 5 vakliena. A mund të para menu këto 50 veta kur janë keq shoqëria. Ku kit falen. Andaj shumë pak e kanë diskutuar ato. Çu vjen mos më fal. Apo. Andaj disa prej ulemave kur e kanë diskutuar lëndsin e namazit iftiradhien. Ka thon supozimisht, në atë vakt.
Ka thonë supozimisht po fol në helbet njëri mos më fal, çish i bie? Në fund çka kanë thonë, nëse ekziston dikun. Pse nuk ku, a ka dikun që s'falën, a? Por na e kena këtë problem. O musliman e do Allahin zemrën e ka flaksi bora, ama thot, unë s'falna. Tash hajde tash ku dul kjo Allah? Kanë na dul ki. Flaksi bora e ka zemrën, Ebu Bekër e Sidikun shtinjet me ta, Ebu Hanifja më kanë kisha në zanë siktina, ama s'falët ki. E tash kësi komplikime s'ka pas atëherë. Andaj tje gjithë nuk kanë folë për këtë mu për këtë arsye vëzër. Gjëja e parë që duhet ta kuptojmë, gjëja e rrallë që duhet kuptojmë në këta, cila është se Allahu subhanahu wa taala e ka furnizuar robin me çka? Nëse do dikush. E po mirë me mumi ka gravitu nana baba do kuptime, nështë ato janë gabim. Çish më luftu Allahun atë. Më ka shkrujt më fletën. Më ka shkrujt që kjo janë çështo. Më të ka bin për shemb. A keni bë? Të ka bin që doja i keq. Hajde ndroje ti. Pi vogël. Agja sa i mirë. Ç'është ti thua be? Agja i mirë me falet, ngjeli mirë, kur s'm ka bë kur gjë. Po ma ka thonë nana. A ke pasur probleme me njëri? Jam mbjell kes, jam mbjell. Apo, sikur plot për njerëz për shembull. Jam mbjell, thot urrej këta, urrej ata. Allah i kur e këshir thot apo, po ni mes ka kështu çka me urrej ama. Po urrej mos më thon apo. Edhe kështu njerëz luftojnë me natyrat e veta. Baba nana me thon për shembull. A ke bë ti për shembull zakonisht? E shati babën tan, prindin tan si fol kushijës. Ti natyrshëm pa folaj kur gjë. Ti e këshir stram kushijën. Pse? E këshiri baba stram dhunë këshir stram. Pse? Ti ba'an fa abawahu. Baba nana. Ti mos anë ku të rritësh tu. Mirë, baba më sti kushijës, pse si pa të fol? Valla kot. O më unë do vetë si pa ta folëç. Si shkon deja. Ti ishin pas ngatru kot i shkan sha, pastaj s'kan fol 20 vet. Apo? Dhe ti për shembull nuk i pas ideën. Mirë, po i ke shku pas prindit. Mirë. A na ndihmon Allah me dal për cikletit? Po. Me çka na ndihmon vëllazër? Me menën. Apo pse ne ka dhënë menën? Ne ka dhënë menën që me thon ka dalë po. Çka ka shkujt këtu baba këtu te truni jam. Çi kjo fleto gabim. Edhe këtë e dikush duhet komplet kapakin e librit me hek. Komplet. Se kit gabim ta ka shkujt vëlla. S'ka lon sen vetëm ta ka rrullu ka bra. Vesh i bukën e di për bukë çata mira. Bukë e ujë ato s'ti kanë gatruar. Për ndryshe, koncepte, nocione, domethënie ti kanë gatru. A e kuptojnë sa njerëz të kanë vështirë për shembull me dal nga lëkura e vet. Jo rastisht vëllazër, Allahu subhanahu wa taala i përsos pejgambert e vet në krimtari. I ua përsos trupat, ua përkryn fytyrat edhe i bën të bukur në çënjet e tyre. Për çfarë arsye vëllazër? Që të jetë harmoni e vërteta me të cilën ata e bartin. Hasha wa kella. A mund me panamnu për shembull Zotin na rujt. Ajo s'ka ekzistu. Po veç ta përfitosh, që ta kuptosh ka i bie me kon pejgamberi heshëm. A mund të panamnu për shembull një njeri shumë tumshëm. Për shembull hundën e shpume, një vesh se ka, një sin se ka, gojën e ka si stremt, dham s'ka hiç, një dham e ka çatin çosh. Apo edhe për shembull Zoti e çon pejgamber. Tash ti a be pejgamber po ama sukshir ka be. S'qysh me këshir njerë. Dhe a kupton këtë siklet që ka të kriot? Pejgamberi alayhi salatu wasalam çka thonte kur dilke para pasqyrës? Allahumme. Ka thonte o Allah, çish ma ki zbukuru krijimin, zbukuro ma moralin. Me që si ka post përsor sa Muhammed sa më të dijat alayhi salatu wasalam. Dhe ka lavdru Rabbul Alamini me dvet mundësi që ka lavdru Muhammed alayhi salatu wasalam. As një ajet nuk e ka lavdru Muhammed alayhi salatu wasalam o pejgamber se ti pejgamberie. Ja. Ai ka thënë wa innaka la ala khuluqin adhim. Morali jot kam ri kulmin e ku mund të mri njëri. Pse o vëzër ka po Zoti kështu? Pse është më i moralshëm? Pse është më i moralshëm? Pse është më i miri për njerëzve? Pse është më i bukur për njerëzve? Sikur që thonte Abu Huraira radhiyallahu anhu, s'ka më të bukur se Muhamedi alayhi salatu wasalam. Zoti ka thënë pejgambert në fytyrë të bukur që njerëzit ta kenë të lehtë me pranu fejen. Ta kenë të lehtë me pranu fejen. Apo ka pas për sahabët thot nuk u ngisha të këshir Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah na mundson xhenat ya rabbul alamin. Ai Zoti ban pejgamber të heshëm të bukur. Për sa rasë vëllazër, që e vërteta që bardhet prej tij dhe pranohet prej tij, të jetë lehtë, të jetë e këndshme. Apo, ata për shembull, që ta kuptoni për shembull. A keni pa njerëzit për shembull, zakonisht që shmenojnë njerëzit mirë për njerëzit me fytyra të mira. Apo, kanë çef menit. Ai më ki asnjë muhabet tamam se ka. Ali thot, për shembull, njerëzit zakonisht të ta kuptojmë këtë ona femrave, ma le të kuptohet kjo. Apo, zakonisht sidomos rinia, inshallah Zoti i udhëzon. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë hadith, gruaja martohet për 4 gjëra.
E para prej saj cila për bukurinë e vet, për parët e veta, për familjen e vet, edhe për fe. Ka thonë be sa këshire feja. Ani mira me këshire të tjera, më këshire feja. Mi po mundet me të qëllu, për shembull ti, ajo mis, nuk këshire dy herë. Me bo me fol, ti të marron para kete, shka foli me kjo. Pse me fole ti? Ti si për me fol, ti veç është të rritë që të si kukull. Apo, pse ndodh kjo dhe zërë, sa e ka zgjedh për sirat. Ti rri, nuk i nevoj për me fol. A o regull kjo dhe zërë? Jo nuk o regull. Apo, qëkojmë të parja, ajo ka pare për shemull, apo? Ka pare. Ama tash për shemull, nuk e plëcon t'i shka bi bukurijës. Po, tash këketi arë që të në thot, po be po me kur jasha të djërgovantat, lejtë të qerat. Dikush ka familje, thot, regull ka familje madhe ka. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Merre për fe, o insan. Merre për fe. Ta runë derin, ta këshirë fëmijën, ta runë familjen. I e i sigurt, në kinë me shku, ku do që shkon, ti i sigurt, ki gruin fetare, ki devotshme. Kjo begati e madhe. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, prit mirave të kësaj bote është gruaja e devotshme. Mirë, pse pe përmend vëzër te pamja? Sepse njerëzit lidhen, ha? S'ka lidhje me kë. Andaj ka thonë Imam Shafiu, pasanikë kur të shtin, këti thonë yerhamukallah, Allah të mëshiroft, apo vllavi jam. Me po me të shti fukaraj thonë, na stërpike, ma ka dalë vëlla, në e dorë, se ki mësu që janë suneta, po që që thave pasanikit, po të ki po pështin o gjo, po pasanikit po pështin. Ani thonë e të pështinje, e të pështinje se pare ka. E mirë dhe zërë, shiko, Allahu gjoj ka po pejgamber, njerëzit mirë, njerëzit pasur, njerëzit pashëm, jo gjithmonë pasur, njerëzit pashëm, dukshëm, me moral. Pse? Që këtë fole, ti pranohet fjala. Që këtë fole, ti pranohet fjala. Andaj, njëra prej luftrave më të mloja të pejgamberëve me popujt e vet, cila ka qenë me thy se turma, sa do që janë mbledh mini nocion, nëse i gabushëm, ai gabushëm. Nëse 100 veta vëzër, ç'ta kuptojnë? Nëse 100 veta, dhe bardhës i thonë nxez. A lëviz diçka ka e bardha? Vini dhe. Është një gjësen, që kjo tavolina është e bardhë. Edhe tash për shembull thot diçkush, a mbledh me 100 veta i thonë, tavolina është e zezë. Tash njëri më thot, nisha nëse më duket janiska e zeza më shkua. Jo. Mirë, bën 100 tjerë. 100 tjerë e zezë, u banë 200 veta kanë shkruajt. Tavolina është e zezë. Apo edhe 300, 400, 1000. 1 milion njerëz i thonë tavolina është e zezë. Me dakordsi këtë janë më përsta. Edhe vjen njëri, thot tavolina e bardhë. 1 milion njerëz i hipin çop. Zeza. E bardhë, valla. E bardhë. E zeza, ti e këtë budalla janë këto. 1 milion njerëz i kanë këtë budalla. Çiçi kjo vëzë ndodh këtë taran çka ndodh. Ti thua valla kjo amoralitet ba. Baba ti dole tash më na ka thënë amoralitet. Valla, çollak ka dalë me kjo. Çollak, ti kanë e bë. Shiko, pse i bëjnë presion një gjëje, një numër i madh njerëzve nuk lëviz pi domethënies gjëja as 1 milimetër. A e kuptove çfarë? E vërteta jetë e vërtet. Ne dalin 300.000 vetën e thonë, kur gjo nuk ndronë dhe zërë. Por shembull sot, 6 miliard njerëz thojnë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk ka pejgamber. 2 miliard deklarativisht thojnë jena muslimani, besojnë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për profet. Me numër, që që i bjell dhe zërë? 6 miliard njerëz thojnë se njohin për profet. A o profet ajo? Ti shkon të numri o vëzër, ti shkon me numër, i beqi sa, po sot e numri. Nuk o të numri o vëzër. Andaj, njëra për i gjërave me të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala e ka furnizu besimtarin, cila një fitra, pas ta i vin shtypjet, nana, baba, shoqëria, shkolla, rrethanat dhe sët gravitojnë të kaj dhe munon me shkrujt të kaj, me ndiku të sistemi i tina, pasaj Allahu gjëra i jap mene. Ka dalë? Shërin gjërat mirë. A dhe të Allahu gjëra, e felat e dhe kërun, e felat të aqilun, la'allekum të aqilun. Shpesh të dhëtë, nashta menoni, mena pak. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma albayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala për paganët, kur u thuhet atyre ndjek në rrugën e Zotit atë çka e ka zbrit Zoti pe Kur'anit dhe hakut të vërtetës. Çka thon ata? Na babës i shkojnë namaz, baballarëve. Çka kanë thënë baballarë ashtu? Allahu jo thot awalau kana aba'uhum. E nëse baballarët i kanë pas, s'kan ditë ato pa men. Wala yahtadun, dhe s'kan pas një udhëzim me të cilin i kanë nda gjërat. Pra, gjevabi,
A pa ti shkoni masa? Po këtë arsye vëllezër besimtari duhet me nda në mes të vërtetave të cilat janë në vetveti dhe në mes asaj të cilën dikush ta ka dhënë si të vërtet. Gjërat në vetveti nuk lëvizin nëse njerëzit mundohen mi dhënë qenë ngjyra. Për arsye Allahu subhanahu wa taala vëllezër i ka bër gjërat në vetveten e vet dhe nuk marrin hakikat nga fjalët e njerëzve. Ne do të vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve teala që ta shohim në hinë këtij ajeti wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, nuk është Muhamedi tjetër posi dërguari i Allahut, edhe para tij ka pasë dërguar. Do ta shohim edhe më shumë se si Allahu subhanahu wa taala vëllezër ka bërë që të vërtetat të jenë në vetë çënjet e gjërave, në vetë kuptimet dhe fjalët të cilat i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në këtë gjithësi dhe jo në barcit e tyre. Nëse barci ka mundësi me lëviz, apo andaj mi po të na shkatojnë populli për shembull, thonë rishtremt fol drejt. Që kjo me anaja atë bjo që Allah e ka të rëshikue. Dhe më thonë, edhe nëse ka hik dishka ti e mu shtremu, mos i ndro me anajat. Për që ti mund është mu shprovu me një mëkat. Më thuj mëkatë, është mëkat kjo. Ruje me anajën se të bo keq, sepse duhet një ditë për me lanë. Atë moment që ti e legjitimon, kur tenton ti mi dhanë me anajë të mirë të keqës, që atër është ma e keqë e madhe. Për këtë arsye vëllezër, ne do ta shohim edhe me etibarate dhe konsideratat e tjera dhe pikpamjet e tjera se si Allahu subhanahu wa taala ka vendos argumente dhe prova dhe fakte në kuptimin e gjërave në vetë gjërat që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka zbrit pe fjalëve dhe domethënieve në librin e vet dhe na i kemi të shikuar nga fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Shumë prej të vërtetave, megjithse barsi i tyre nuk është. Çish i kuptojnë ato se Allahu xhelai ka vendosur gjërave kuptim në veçënit e tyre. Kjo vëllezër ajo që patë mundësi në këtë ligjërat me e shpjeguar, do ta vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve në ligjëratat e ardhshme. Elusim Zotin e Madh, xhella xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na mundson që ta shohim të vërtetën dhe ta ndjekim ata. Na mundson Allahu subhanahu wa taala që ta shohim të kotën si të kotë dhe të shmangemi asaj. Elusim Zotin e Madh, xhella xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na ruan dhe na shton vullnetin për kërkimin e kuptimeve të Kur'anit, për mësimin e Kur'anit, për mësimin e hadithit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për kërkimin e domethënieve nga fjalët e dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal xhelal na mundson që të jetojmë me Islam, të rritem dhe zhvillohemi me Islam. Na mundson Allahu te bareke ve teala që të përfitojmë nga ajo që e kemi thënë në dunja dhe në ahiret. E kudo që kemi gabu, inshallah Allahu xhelal xhelal na fal me rahmetin dhe mëshirën e tina. Lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelal xhelalu muslimanët kudo që janë në përbot Allahu të ndihmon. Fuqarat, skamnorët, nevojtarët, po njakët sidomos ata vëllezërit tonë në këtë dimër të ftohtë që s'kan mundësi me të kalue këtë dimër të ftohtë. Allahu i ndihmoft, Allahu i përkrah e zullumçarët ndërmjet vetit të shpartallon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.